do të afirmosin edhe serbët, kjo histori do ishte komplet ndryshe. Më ndryshe do ishte. Ndoshta Kosova nuk do mbetesh ajo që kështë qënë, pse? Kosova ti e di, ti tua me atë mjeshtrinë e vetëm të thash, për të dy krahinat që kishin pakica kombëtare të tjera, hungarezët, Vojvodinë dhe shqiptarët në Kosovë, i shpalli krahina autonome në kuadrin e Serbisë. Dhe për herë të parë, Kosova do të rua të ketë një kufi. Ky kufiri për cilin po diskutohet shumë sot, s'ka qenë, as në kohën e Mbretërisë Jugosllave, një kufi kështu i marrë me mend, domethënë i përafërt, po një kufi i përafërt është në bazë banorëve që punojnë. Ky fshat është shqiptar, ky fshat është serb, edhe nuk do kalon të kufiri këtu. Kjo është merite për keq e Titos, që ishte vërtet burri zgjuar. Bëri një kufi që Kosova mos ishte etnikisht e pasur. Që mund të krijon të latë të verit. Latë të shqiptar kënim atan, pa ishte tjetër problem, është një korridor shumë i rëndësishëm. Po, koridori 10, që i thonë që lidhë Selanikun që sot e quhet i 10. Kështu që ai la brenda Kosovës këto. Për këtë arsye edhe unë s'kam qenë aq dakord me këtë ide, do mbrojmë çdo plëm, dalë më cila plëm. Është shumë e qartë kush e krijoi kufin. Pse shqiptarët luftuan dhe pastaj serbët bën krime që erdhi puna që bota i mbrojti shqiptarët dhe kanë një vend pavarur. Pse se ishin një kombë tjetër që në Serbinë Miloševićit, sidomos, po dhe dita të quheshin dorës dytë. Tani me të njëjtin motiv, edhe serbët e veriut mund ta kenë këtë pretendim. Kështu që ideja nuk e di, duhet një sjellje tjetër. Duhen pranuar ato gjëra që kërkon Perëndimi, që qeveria Kurti nuk po e bën. Nuk janë ato në dëm të Kosovës. Ato janë në favor të Kosovës. Më mirë të jetë një krahinë që është gjithë përfshirëse. Autonome, po themi, të ketë një qeverisje vendore çik më të fuqishme se komunat dhe zakonshme, dhe të kesh garancinë që po, s'ka më konflikt me Jugosllavinë, ata. Siç ka Italia. Ore, plot shembuj ka në botë, por Italia ka dy krahinat e veriut. Po, ato Adige edhe me Austrinë. Po. Jo, Alta Adige është me Austrinë, po kjo që ka me Francën, që s'po më kuptoj. Dhe ndërkohë gjithë Sicilia është autonome, quhet autonome. Po mirë, ore. Po, është një diçka që mund të aplikohet në ndërkohë Italia është qeverisje bëhen për të thjeshtuar qeverisjen. Për t'i dhënë aty. Dhe për mos krijuar konfliktualitet me një popullsi që se ndjen veten të pjesë aty. Kështu që nëse s'ka të bëjë me Rambujen kjo. Po. Me falë. Patjetër, do vim edhe te Albin Kurti dhe te pozita ku e ka çuar Kosovën. Do doja të dija nga ju, domethënë, u konsumua fakti që nëse serbët do kishin nënshkruar aty, Kosova nuk do ishte kjo që është sot. Nuk do ishte një... Nuk e dim si do ishte, po jo kjo që është sot, sigurisht. Do pranohesh, se që do pranohën me atë, që sigurisht në Kosovën do silleshin ndryshe. Kështu që binin ca nga argumentat, gracidi njëri pari fare. Se ai e bëri. Fakti që po pranua që kishte genocid, që ai donte të përzinte shqiptarët dhe quante këtë zgjidhje të problemit kosovar, është çmenduri. Do ndihesh që kosovarët ishin, nuk e di saktë, por rrotull 80% e popullsisë, 20% ishin serbë. Kështu që nuk ton të heqësh 80% në favor të 20, është absurde. Kështu që kishin informacion amerikanët që serbët nuk do firmosin informacion nga shërbimet e fshehta, po them sepse ata luftuan shumë që serbët firmosin. Përveç kanaleve zyrtare që kemi lexuar, sigurisht ka pasur dhe kanale. Shiko, një gjë kemi parasysh, që edhe në politikën amerikane ka pasur dy rryma. Një rrymë ishte që Jugoslavia ishte aleati rusëve dhe ishte në prapavijat e NATO-s, ishte bërë Rumania në NATO, Bullgaria, kishte ngelur në prapavijat e NATO-s, dhe Milošević ishte
ai ekstremist sa nuk kishte asnjë shans që ai të ndronte. Nuk të përmirësohesh për versionin perëndimor, të bëhesh diçka. Ai e tregoi në Kosovë. Dhe kurse grupi tjetër ishte grupi që mendonte që po, me bisedime ne do t'ja dalim, me qenë se si po mbizotron tash që ajo që kërkojmë është e arsyeshme, ne nuk po kërkojmë në gjë të madhe, ne duam që kjo punë mos përsëritet, që Kosova të ketë autonomi siç e ka pasur në kohën e Titos, se më thash. Dhe nga këto dy grupe, Miloševići dha të drejtë më shumë grupi tashpër, po themi, se presidenti amerikan që dihet kishin rol determinues në gjithçka që ndodhi. Edhe kryeministri britanisë, po, kryesisht president. I dëgjonte të dy palët. Dhe situata i dha drejt këtyre, që Miloševići është i pa korrigjueshëm. Deri në natën e fundit, para se unë emrat nuk i mbaj më. Holbrooke. Që përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar në bisedime me Miloševićin dhe ai tha jo. Të nesmen fillon bombardimet, deri aty duruan, domethënë. Që se mund ta zgjidhë dhe kush në zyrën e Miloševićit, një përfaqësues i lartë i Shtetit Bashkuar, nuk them po lutesh, po pak a shumë këtë dërgon, në ato momentet që ishte në fundit, ai po kërkon dore. Miloševići kam frikë se nuk e besonte që mund bombardohej. Situata këtë tregon, që si është e mundur. Sepse dhe sot e kësaj dite ata nuk po e besojnë që janë bombarduar. Po dhe ishte e çuditshme. E çuditshme ishte. Ishte e çuditshme. Në Kosova nuk dua ta zgjas këtë temë, se është e vështirë dhe për neve të themi. Ka një konferencë të Helsingit, që është bërë në 75, në cilët janë mos ndryshimi kufi. Mos ndryshime, më të tash. Por Miloševići i nxori, si thua, ju dha të drejtën. Pse atje nuk mendohesh që në vendet evropiane do kishte genocid. Si imagjinohesh më kjo punë, kur është bërë kjo marrëveshje. Kështu që kjo marrëveshje u shkel sipas meje dhe u thyen gjitha normat, prandaj dhe Këshilli i Sigurimit akoma ka atë rezolutën e famshme, ndërkohë që gjërat kanë lëvizur fare. Pse se Miloševići u tregu shumë i ashpër. Mbase është kjo që thua ti, ai se besonte. Po prap, nuk i takon një njeriu të rëndësishëm që me një shtet që funksiononte, shërbimi serb ka qenë një nga më të fortët në Evropë. Për kohë të gjata, madje ka qenë edhe proksi i CIA në disa vende të Ballkanit. Që mos e dinte. Pse, ajo fushat, bombardimesh që u bë, nuk u bë që se u shtyp një buton. Përgatitën gjitha aeroportet, kryesisht italiane, po dhe të tjerë, kishin kohë që bëshë. Kështu që nuk është... Ndoshta Miloševići e kujtoi të gjithë. Unë kam përshtypjen që po të kanë qenë një çik, po të ishte krijuar kjo lojë që ti jepesh mesazh, ti tregohesh në çfarë përgatitesh po bën, mos e do kish ndruar mendje Miloševići. Se di, jo, nuk besoj edhe për vetë faktin, sepse së fundmi shtypi majtist në perëndim, të cilët historikisht kanë qenë aleatë ish Jugosllavisë, thonë që masakra e Shakut nuk ishte më tepër një manipulim. Jo, pa diskutim, por thot bombardimi i Beogradit ishte një shkelje e hapur e kartës. Si, veç e gjithë kështë parasysh që në të gjitha vendet europiane, pavarësisht e demokratike, më dhe tash, e majta gjithmonë ka qenë e majtë që në farë mënyrë e konsiderohesh e lidhur me ish Bashkimin Sovjetik, e rrjedhur për Izrael e tash, dhe si dhe këtu, ti shikon, në çdo vendim që merr qeveria, ata për njerë thonë, kjo është skandali, narkoshtetit, i kësaj, asaj. Me fjalë, të gjithë faktorët e politikës jashtme, partit opozitare në një vend i shfrytëzojnë për veten e tyre. I shfrytëzojnë për veten e tyre, se ka është lufta. Ata pranohet që ka një luftë midis opozitës, nuk thuhet që ka një marrëveshje të vështirë, ku do të thotë, është luftë. Kështu që e majta e ka mbajtur këtë qëndrim, por genocidit nuk e mohon. Shtypi i rreshtuar majtas fatkeqësisht ka filluar. Erdhën këtu, po dihet ishte fakt ajo, erdhën gati 1 milion, 400.000 shkuan.
Kanë filluar e harrojnë këtë që 1 milion përfundua në Maqedoni dhe do të thënë ishte një spastrim I pastër etnik. Po ishte por. Këta që bërtasin kaq fort për gazën, do të thënë se nuk kanë filluar thonë jo më, ishte ne bombarduam kot Beogradi, nuk ishte se ndodhi ndonjë gjë e madhe në Kosovë, ishin thjesht sa narkotrafikantë që po luftoj. Çfarë donin me provu bombat, se ishin të mira apo jo? Ma do më katë tash. Profesor, është vërtet. Ka qenë një masë shumë e vështirë, sigurisht. Atjetër. Thot Klarku, ka qenë masë shumë e vështirë. Pse? E thamë, kishte ca gjëra që ishin vendosur dhe u detyruan të shkelin ato pse edhe situata ishte shumë e rëndë. Nuk imagjinohet dot në mbase ndodh në Sudan, ka luftë atje, Sudani me Sudan e Jugut e kujtun. Edhe ka dyndje të mëdha. Ose edhe në Afganistan ka ndodhur, edhe në vendet të tjera, jo në mes Europës. Jo në mes Europës, dhe kjo ishte skandaloze. Jo vetëm në mes Europës, por edhe perëndimi ndjente një lloj vrasje ndërgjegje nga Srebrenica, që s'kishte mundur të ndërhynte, të shpëtonte. Dhe një përsëritje, një genocidi tjetër do ishte. Edhe kjo mund të ketë qenë, jo, në opinionin publik. Janë faktor psikologjik pastaj që me siguri influencojnë dhe të komandantët, se njerëz janë dhe ata, se bëm atëherë, të ndihmojmë tani, mos e përsëritet. Sidomos, profesor, ju keni qenë në krye të shërbimit ton informativ, inteligjent, dhe, në Kosovë s'kishit antena, po në Kukës s'kishit antena. Dhe antene kam mllafi në kuptimin. Qartë, s'po s'kemi ra. Ka pasur burgje të UÇK-s, aty që janë torturuar serbër ose kosovarë me akuzat për bashkëpunim me serbët? Nuk them dot që s'ka pasur, por kanë qenë, numërohen me kishtat e dorës dhe kanë qenë gabime. Dhe sa po janë marrë vesh janë edhe ndëshkuar ata që kanë qenë në krye. Ne nuk jemi ngatëruar në atë punë, ato kanë qenë edhe në Shqipëri 2 prej tyre. Pra, shumë shpejt janë eliminuar, është konsideruar gabim se edhe për një faktor fare të qartë, po kuptohesh që pse akuzat që I bëhen janë bas qeshorit, një pjesë e akuzave janë atëherë kur udhëheqësit e UÇK-s e kuptuan që do ishin dikushin atë vend që po vinte. Nuk ishin më udhëheqësit e UÇK-s. Pse? Se o pas se që ndodhi. O pas si u sollën Rambujedo, thonë që ata ishin që përkrahen perëndimin e në thentash, kështu që u pa që ka ndodhur një gjë e ngjashme, nuk po zgjas më shumë se